Aksident tragjik në Durrës, makina bie nga mbikalimi, humbi jetën 18 vjeçaria plagoset shoferi dhe 2 këmbësor. Një aksident i rënd rrugor me pasojë 1 të vdekur dhe 3 të plagosur është shënuar mbrëmjen e së njëjtës 15 janar në Durrës. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:15 në zonën e urës së Dajlanit në lagje nr. 4. Një automjet ka rënë nga mbikalimi. Sipas informacionit paraprak, automjeti drejtohej nga shtetësja X, 26 vjeç, banues në Fier. Si pasojë aksidentit ka humbur jetën pasagjeria shtetësja VG, 18 vjeç. Nga aksidenti janë dëmtuar gjithashtu drejtuesi i mjetit AX dhe 2 këmbësor, shtetësi TT, 32 vjeç dhe AM, 35 vjeç. Të plagosurit janë transportuar në spital dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve Durrës. Informacion paraprak. Rreth orës 22:15 të datës 15/1/2026 tek ura e Dajlanit në lagje nr. 4, automjeti me drejtues shtetësin AX, 26 vjeç, banues në Fier, ka rënë nga mbikalimi. Si pasojë aksidentit ka ndruar jetë pasagjeria shtetësja VG, 18 vjeç, ndërsa janë dëmtuar drejtuesi i automjetit, shtetësi AX si dhe 2 këmbësor, shtetësi TT, 33 vjeç dhe AM, 35 vjeç, të cilët ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.